Vedat do thotë, ti ose ju e mbroni atë thënien që thotë që personi i duhur, njeriu i duhur të ndryshon. Po, unë e kam thonë emision, inshallah, çdo ku i ndodh dikujna, inshallah të na mund ndodh një jetë me marr dikush që ma ndryshu jetën. Edhe jeta ndryshohet kur e ki njërin që të kupton edhe që je i hapt për me ndryshu, edhe në çdo herë them, okay, kam mundu me i bë ndryshimet se e shoh na tipik mbrom në kafe me shok të re. Thash më rahat, po shkëtë shtëpia, thash vëni jo thash. Ka qenë Po, roli. a ishte një moment më herët Vedati s'kishte orar, s'kishte shtëpi, s'kishte. Po, mirë, tani gjërat kanë ndryshuar se kemi fëmijë dhe përveçsim të dytin dhe do s'do të ndryshon pak jeta vet. Ama nuk do të them si jam shumë e besimit që e ndryshon njeriu, është që ai person të tregon një jetë ndryshe se ç'ke patur, edhe ti thua, okay, unë dua të jem ky X person për këtë arsye. Ky version i vetës. Ky version i vetes apo ky person për këtë X arsye, se nuk jam shumë që besoj ndryshon njeriu. Nuk ndryshon, por mëson edhe kërkon më shumë nga vetja dhe pastaj rrethanat të ndryshojnë vetë ty, besoj.